Mirëmbrëma miq të televizionit Shpresa, do të jemi së bashku në këtë transmetim live. Si çdo ditë kam të ftuar në studio misionerin dhe kryetarin e Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Pilinçin. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, nga publiku thonë se kolegji i posaçëm i apelimit i kryer nga 5 veta për çështjen e pasurive të padeklaruara heqin prokuror dhe gjykatës. Si qëndron e vërteta? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që jeni, sidomos intelektualët e rinj për të detit dhe intelektualët që janë në heshtje për 30 vjet në tokën shqiptare. Dashur shqiptar, këtu hiqen çdo ditë prokuror, gjyqtar nga kolegji i posaçëm. Është krijuar për 5 veta. E para është Ina Rama, i dyti Alban Shtylla, Sokol Çome, Manushe Tos Pano, Natasha Mulaj. Unë po i drejtojmë këtyre të 5 zotërinjve. Ju vërtet po hiqini prokuror edhe gjyqtar. Por i po hiqni 5% që ata janë të paaft, kurse 95% po hiqni intelektualët që kanë mbaruar shkollë, që janë prokuror, që e duan Shqipërinë. Mirë më zotëni të 5 të ju, pse nuk i hiqni deputetët, ju jeni krijuar për deputetët, që kanë miliona e miliona dollar, që kanë vila, pallate. Se nuk i hiqni këta zotërinjt, ju keni urdhër ka dikushi që të hiqen të gjithë ata hajdutët që kanë vjedhur, që kanë korruptuar, që janë pa diploma, që janë me diploma falso. Ju po hiqni një prokuror, sidomos dje, orën 3, keni hequr një prokuror që është nga një familje mirë, prokuror prej një kohe të gjatë. Për çfarë arsye keni hequr? Kujt ja bëni qefin? Kush u ka paguar? Përse me njëherë nxuar në televizorin News 24? Zotënin të 5, unë njoh gjithë të 5. Po vetën tuaj, a e dini që shumë shpejt do kontrolloheni ku jetoni, me qa vila jeni? Përse nuk hiqni deputetët? Kanë 1800 deputet për 32 vjet, kanë vjedhur, kanë korruptuar. Përse nuk i hiqni 10.000 avokat që janë, po thuaj, gjysmë për gjysmë me diploma falso? Përse përçarje bëni të madhe në prokurorët e gjyqtarët që janë intelektualë? Të 5 ju zotëninj, u njoh nga biografia se ne pratë punimi. Këtheni sa më parë, ata gjyqtar, ata prokuror që janë të aftë me diploma, po dikush mund të thotë i ke gjetur një garazh, po harroni që të tjerët kanë vila, po harroni që të tjerët kanë zënë hotele, harroni që të tjerët kanë lloj makineri, kanë para në përshpirat me qindra dhe mijëra dollar, po harroni ju që shumë shpejt do jeni para spakut, po shkatroni Shqipërinë. Pra, këtheni njerëzit janë të aftë. Për ndryshe, ose në të kundrën, do verifikoni edhe ju. Unë kam respekt për ty, zonja Rama. Për ty, Sokol. Po u them me emër, Albana. Mos gaboni. Mos përçarni familjet, se dikush u telefonon dhe hiqni këtë apo atë. Dashur bashkëdhetar shqiptar, ka arritur një përçarje në intelektualët e Shqipërisë.
Pra, me njëherë, duhet t'i ktheni ata njerëz, sidomos atë zotërin të djeshëm, që po ja shkatroni familjen. A e dini ju që e ka bërë tepër rekord, që e kërcënojnë më fëmijët e tij, nuk po i ze emrin në gojë, ju e dini për kë po flas. Pra atë që ndodhi dje. Dhe unë e mora vesh 5 minuta përpara. Pra, mblidhuni një herë të katër si ata gjindet që mblidheni, si ata komunistët e vjetër që mblidhen natën, e këtë të heqëm, e këtë vëm, nëse ju doni të mbani fëmijët, të mbani punën. Nuk do t'jetë me si qishte, po do ketë qeveri teknike me intelektual, do ketë president. Nga publiku thonë se kolegji i posaçëm i apelimit krijuar nga 5 veta për çështjen e pasurive të padeklaruara heqin prokurorit e gjykatës. Si qëndron e vërteta? Është për të qeshur. Është për të qeshur edhe për të qarë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Unë kam thënë gjithmonë, pa tjetër se bëjmë propagandë, nuk dua t'i përmend emrin, gazetarja i përmend, njerëzit për ditë i përmenden emrat me radhë, pse nuk arrestohen zëvendës kryeministrja, pse nuk arrestohen shumë deputet, pse nuk arrestohen kryetarët e partive, pse nuk largohen këta që gjoja do zgjedhin kanë bërë parti të reja. Gazetarja nuk ka ndikuar nga mua, por ata s'din ku të vjen nga vjedhjet që kanë bërë. Unë ja thash dhe Fatmir me dyut, edhe në henë të vej, këtu do jipni llogari. Po unë e njëherë u them politikanëve, palo politikanëve shqiptarë, dilni para televizorit, para kamerave dhe i thoni shqiptarëve, o vëllezër shqiptarë, na falni, hiqni gjaketën, vishin çorapet e dhive të dikushme, vishin sandallet e kinezëve, dhe largoni nga fjala sërbe e ruse që u kam përgatitur për të përçarë rinin, për të përçarë shqiptarë. Kudo që të vini. E nëse Gjafa ka ikur, unë e njoh personalisht. Nëse ka ikur, sipas shqiptarëve që flasin, Gjaf e theu. E theu. Ke shtëpi Tiranë, ke shtëpi Pogradec, në çdo vend. Ti më nje dhe unë të njoh. E theu më mirë. Je jurist vërtet. Pra, dil dhe thuaj të vërtetën. Kjo është Gjaf. Apo zëvendës kryeministrja, kudo që të veshje, në Greqi të vesh të do vish. Nëse ge ikur, pra, dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që janë, nuk kanë ku vend vëllezër shqiptar. Ata do arrestohen të gjithë do konfiskohen, e njëri them atyre 5 vetave, çfarë bëni? Filloni nga parlamenti, kanë vila, kanë pallate, kanë para të fshehura në shtëpi. A e mbani mend se një pastrushe në qy jetën $1 milion? Ne i dim zotni ku i keni parat. Parat i kanë shqiptarët. Pra, zonja gazetare, nuk ka ndikimi tim, sepse unë e them para shqiptarëve realitetin. Ata si janë kurkushi, ata janë trima pe kartoni. Pra, të gjithë do arrestohen. Nuk ka zgjedhje, mos shkoni në përzgjedhje, por do ketë qeveri teknike. Më kanë erdhur sot e nga Malizi, jam përgatitur, nga Kosova, nga Maqedonia, do bëhet Shqipëria me kufi natyrore, do bëhet qeveria teknike, fillovi zhurma, ngritja në Malzi, me patriotët, me strënipat e patriotëve, do fillojë në Kosovë, edhe Maqedoni, dhe do bëhet Shqipëria me kufi natyrore. Të dashur bashkëdhetar shqiptar,
gazetarja kishte dy pyetje, unë do zgjate me ju, do them realitetin, se prisni të vërtetë. Të dashur bashkëdhetar, se zgjedhjet Iliran Celibashi, kryetari i KQZ-s, vete derë më derë, nxjerr u jep para nga 1 milion, nga 2 milion. Unë po i them Celibashit, sa para ke marrë, sa vila ke, ku i ke, jetë rritur në SPAK. Celibash, pregatitu për shkuar në Burg. Bashkë me Fatmirin, do të kesh komshi në Burg. Vjedhje që i keni bërë popullit shqiptar, shumë vjedhje. E keni coptuar Shqipërinë me atë KQZ. Nuk do ketë me KQZ në tokën shqiptare, po do ketë kompjura në zgjedhjet. Nuk do ketë më si pas qefit. Nuk do ketë me deputet me të emëruar nga Shkodra të shkoj Gjirokastër, nga Korça të shkoj në Shkodër. Po do ketë deputet të zgjedhur direkt nga populli, nga ajo lagja. Dashur bashkëdhetar shqiptar, të rinj, ejani sa më parë të bëjmë Shqipërinë. Ejani sepse Shqipëria po thret. Shqipëria po rënkon. Po i thret stërnipat e patriotëve, jug e veri. Mua më kanë erdhur nga jugu, nga veriu. Janë bërë gati stërnipat. Pra, do bëhet qeveri teknike, me pahir, o me hir. S'ka rrugë dalje tjetër, ka vetëm zgjedhje teknike dhe me president më pas. Dashur bashkëdhetar shqiptar në Amerikë, Kaliforni, Kanada. Eja një intelektual, eja një tokën e Shqipërisë. Unë e di si jetoni. Unë kam vetë 50 vjetë në Amerikë. Me mira në botë, se Amerika nuk ka në botë. Po është me dhe mësur, toka juaj ku keni lindur. Aty ku u pret nëna juaj, është veshur me shamiz zeza, është rrullur. E ke lënë nënën në moshën 40 vjetë, sot është 80, 70 vjetë. Është plakur, është thinjur nga këta kriminel hajdut. Nga këta të rrugaçërisë që kanë 32 vjetë, u ropën. Edhe koskat po va tretën, pa ila që jeni. Edhe me keqja është të dashur shqiptar. Ila që të vinë këtu vinë qëllimisht për të dëmtuar shqiptarët, janë të skaduara. Ujtë që pini, keni kujdes. Hapni puse mos pyesni me asnjëri. Pini ujë pe tokës tuaj, sepse ujë që shitet është i helmuar. Është qëllimisht që t'i coptojnë shqiptarët. Qëllimisht i vënë në gjumë. Qëllimisht i gënjejnë. Ushqimet që hani, keni kujdes shqiptarë. Frutat që hani, nuk janë fruta shqiptare, janë të erdhura. Kjo tokë e bukur e Shqipërisë, çfarë nuk ka? Minerale, ujë, naftë, krom, çdo gjë. Çfarë nuk ka? Djemë të rinj, vajza të reja që po shoh më vinë për ditë, të bukura, intelektuale. Dhe i pyes qëllimisht, a dini do një gjuhë tjetër? Të gjitha më thonë të njëjtën, dim 3-4 gjuhë. Unë e njoh botën, po thuaj të gjithë. Të vesh në mes Parizit, nëse ti nuk flet përgjigjesht, nuk di asnjëri të kthej përgjigje. Në Londër, në Evropë, Kanada, e në Amerikë, shqiptarët janë zgjuar. Kjo është dashur bashkëdhetar, nuk da do Evropa. Ajo Evropë, desha thoshe një fjalë të ligë, por nuk po e them. E kuptoni çfarë na ka bërë ajo Evropa. Nuk i duan intelektualit për arsye se janë zgjuar, janë të aftë. Mua sot merr disa filozofë që pas ka Shqipëria.
që punojnë për Kinën, bëjnë moderatimin e Kinës për elektrikun, për çdo gjë. Pra të dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk na duan se jemi raca me bukur dhe me zgjuar në botë. Nuk e them se jam shqiptar. Unë e shoh. Ne shohim çdo gjë. Ne shohim për Evropë ku janë shqiptarë. Kam përparuar. Por nuk i zë gjumi. Dini pse? Sepse mendojmë për nënën. Mendojmë për vllain. Mendojmë për shokun e tij kur ka lojtur. Mendojnë dhe bjen duke fjetur me lotë në sy. Të njëjtin gjë përdoren dhe prindrit. Edhe në Shqipëri nuk e gdhin dot duke qarë. Erdhi koha e juaj shqiptar. E kam seriozisht. Unë po bi sakrificë. E janë i pra fëmijët tuaj të bin sakrificë për këtë kom? Me ditë eshtë. Unë nuk kam thënë që do arrestohen. Po këta jam shehur si minë. Po ikin. U do që të venë. Këtu do vinë. Kam thënë deri në datën 15. Sot më duke se është 11. Dhe unë s'po i mbaj mend ditët. Sepse nga puna, nga lodhja. Por, erdi koha e juaj. Erdi koha e juaj, mos u mërzitni dashur bashkëdhetar shqiptar. Keni marrë para në për bankat. Mos i paguani. Janë të gjitha bankat falso, serbe, ruse, për të pastruar parat. Mos pyesni me të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kush do që u vjen bëderi që u thot jam në Partisë Socialiste, largojni nga dera. Po të keni mundësi, çfarë të ndojnë para? Që janë para tuaja. Pra, nuk ka zgjedhje. Po ka, po e them të fundit, po ka arrestime, po ka e diçka që do ndodhi. Aty në Kaljes Skënderbeut, nga krimet që kanë bërë këta të huaj. Ne nuk na fshihen as ambasador, as ministrat e huaj që vinë këtu me valigje bosh dhe kthehen me valigje plot. Ato valigje janë parat gjaku i shqiptarëve, gjaku i këtij flamurit, që është kuq e zi. I këtij flamurit që rënkon për ju. Ngreuni pra, jo demonstrat. O, kanë emëruar e për demonstrat. Mos u mërzisni. Ne jemi në kontroll. Po të limem ne të lirë, këta do dignin Tiranë. Qytetet, si në të shtatën. Qarë zbën? I shitën tanket për një cobuk. E di kujt ja kanë dhënë? Serbëve. Armiqve tonë shekullor. Armiqve tonë që veriu ka luftuar gjysmë me patriotët. Erdhi regjimi komunist, i vravi patriotët. I burgosi. I vrau me thika, me bajaneta. Çdo vit friste. Arriti deri me 73-shin. Na pravi, na intrenovi, na burgosi. Edhe Tirana ishte intrenuar. Dikush thot, s'është e vërtet kjo. A eri që nëse ishe nga Tirana, a mund shkojnë në Durrës me familje? Jo. Po nga Durrësi mund vijen Tiranë? Absolutisht jo. Pra, i vranë shqiptarët. Po i vrau Serbi, Miladin Popoviqi dhe Dushani. Qeveria e Shqipërisë ka qenë kukull. Përsëri këto 32 vjet. Po u siguroi shqiptar. Ka 7 muaj. S'kini me as serb këtu në Tiranë, as në qoshe Shqipërisë, nuk ka me grek. A e pas ju vini grekët më përpara për një palaço që do zgjishte kryetari i bashkisë i PD-s, jo e PD-s, ai thoshte jam grek. Dhe sot Greqia e ka caktuar deputet. Këtu do vi shqiptar. Aty ne i kali. Aty do e japi para gjyqit, para shqiptarve. Oh, o Zot, si është gjyqi shqiptar. Si është gjyqi para publiku. E dini vetë që do të ndodhi. Këtu do t'i sjellëm një nga një. Le t'ikën sa të duan. Le të venë ku të duan. Unë e njëherë i them, nëse ka ikur Gjafa, e njo, të theu, mos u bisi zvenc kryeministri që kemi ne.
Kemi ne atë. Do të vi shumë shpejt tu. Ai që nga hajdutët më të mërshëm. Ai ka vjedhur pratë e dynjas. Është mirë, rron mirë, po do vi. Pranë këtyre të burgosëve, pranë kryetarit të bashkisë. Të dinë shqiptarët, burgu është përfunduar, bashkëdhetar po e them hapur në publik. Qyteti i Fierit. Është bërë burgu i grave dhe burrave, i këtyre palaçove deputetëve. E di pse është bërë afër njëri me tjetrin? Sepse do t'i shihnin me sytë tuaj. Kur të dalin në pushim, emri do t'jetë gati, televizor do t'i shikoni se ka keni patur deputet, se ka keni patur kryeministër, se ka keni patur president. Po u themi diçka tjetër do t'u duket e çuditshme. Sot është 2025. Për mua është 1990. Është dita e parë që ne hapëm ambasadat. Dashur shqiptar, mbajini mend fjalën që po them. Të gjithë ata që kanë qenë president, kryeministra, ministra, deputet, është një zero e madh. S'do kenë pension. Nuk do quhen që kanë qenë kryeministra. Nuk do quhen që kanë qenë presidenta. A i shgoni kush ka qenë president? A i shgoni kush është sot? Dashur shqiptar, vjen një turk, a i dofta për veten e tij burri mirë. Po për mua është turk. Ne e dim që kemi hequr. Po që të hiqet Skënderbeu për një president turk, turpi botës. Pra, a i presidenti juaj e hoqi. Po më pas, vjen një palo, një rrugaç nga Franca, presidenti i Francës, i hap ambrellën. Dëvend ai i Francës t'i hapte ambrellën këtij matufi që u bën me grada general, që ka vjedhur Bregdetin, do vdesi burg. Pra, me këta keni qenë dashur bashkëdhetar shqiptar. Nuk dojnë më, nuk do ekzistojnë. Po, edhe fëmijët e tyre do t'i lëm të lirë, të punojnë. Nëse janë të Zot, bëhen pasunik. Unë u thres të gjithë të quajturve socialist. Unë e dini që ju nuk jeni socialist, që votoni nga halli për një kafe, për një pension, për $100. Po të janë $100 më 4 vjetë. Të dashur bashkëdhetarët e mi demokrat. Unë e di që s'kishet kuvinit. 2 parti ishën, pra mizi bëri 2, bashkë me mua. Pra, vajtën 2 partit. Do vinë në PS në PD. A i di kush është në PD në fillim? Të gjithë spionët që kanë qenë për burgjet, që dëgjonin për vrimat e burgje, që fusin të burgosër, që fuste vëlla në burg, motrën në kampet e intrelimit. Pra, këta janë, e janë i demokrat, këtu është shtëpia juaj, kjo është shtëpia e kombit, kjo është shtëpia e Shqipërisë me kufi natyror, socialist. Po them socialist, që a me atë emër jeni, po ju nuk jeni socialist, e janë i pra, të bashkohemi, të japëm dorën njëri tjetrit, për hatër të kombit, për hatër të fëmijëve tuaj. Sot do të fëmijët tuaj bredhen me makina me xhame. Po nesër jo. Nëse ju vini sa më shpejt, kërkoni falje kombit shqiptar, nuk do hyj asnjë në burg. E kam aq kompetencën për të thënë asnjë në burg. Dorëzoni pasurit, kërkoni falje shqiptarve dhe thoni, o Zot, hajde bashkohemi një herë motre vëlla. Ju s'flisni me motrën, me vëllan, me komshin, se kush ngrihet që në mëngjes ku të vjedhi, si të vjedhi, me kë klasë, me kë parti do tjetë, se këto partit të dashur bashkëdhetar shqiptar, a di se para janë? $11 bilion të fshehura në përmure, në për tunele, ne i dim ku janë. Ju shqiptarë do t'i kini.
Ju do t'i keni para. Ju do keni vilat në Bregdet dhe hotelet. Do t'jenë tuajat. Çdo njeri do ketë shtëpi, vil, hotel, ju duket e çuditshme. Pra, këtu do ketë çdo gjë, travaj me çdo qytet. Brenda muajit çdo gjë do ketë tren. Të ambërqillimisht që ju të keni makina, të merrni naftë me $2. O Zot, Shqipëria është dën tokën tonë naftë. Kur të hapet nafta këtu, unë po e them pa frikë, nuk do ketë me Arabia naftë. Absolutisht jo, se shkon nga toka shqiptare në ndet. Pastaj, thot greku, u do marr detin. Dëgjoj o politika greke, jo populli grek, populli grek e shtoni. Janë shqiptarët e vjetër. Jo politik grek. Sidomos po të them ty kryeministër. Të kam thënë para 7 muajve, po ta them përsëri. E mban mend që njau gjyshit tënd, babës tënd, e radhën ti. Unë e di që ti je shqiptar. Pra, këtheje. Toka e Çamërisë nuk e harrojmë. E di pse se harrojmë? Se po të mbyllëm syt, na dalin thikat. Do me thënë që në tokën tonë Çamëri deri në ullishtet e Vlorës, duke vrarë, duke nxjerrë fëmijë. Unë e di që është një parti çame. Ai nuk është parti çame, është parti greke. Ata janë grek. Ata shkojnë natën në Greqi. E janë i vëllezër çam, e janë i sa më parë. Këtu është foljeja juaj. Këtu është jeta juaj. Këtu është pasuria juaj që domini në Çamëri. Kosovar, vëllezër të mi. Nuk do lem ato zgjedhje që u bën. Do bëhet qeveri teknike. Ju jeni këtu vëllezër. Ju jeni bashk luftëtarët që keni luftuar me slavët, me shekuj. Nuk do jeni me që t'u thonë, hajde të japëm një pasaport dhe $5.000. Jo. Pra, ka filluar një lëvizje tjetër të bashkëdhetar shqiptar me Izraelin. A e pat atë tavolinën me Edi Ramën që e bëri gjoja për Barjam? A e pat në tavolinë ku shi dhe vend të ishte imami, a i me kapel ishte prifti, agenti të thejmë në mirë Izraelit? A e dini që vajti Edi Rama në Izrael? O edi, jo në Izrael veshti, po të futesh me qindra metro në oqean që këtë do vish. S'ke ku vete. Izraeli është gojë punë e ti. Ne e kemi ndihmuar, nuk do ketë asnjë të Izraelit. A e di që sjell disa kompjura? O ka e më të mençmë se Izraeli, që i bllokon ata kompjurat. Pra, shqiptar nuk do ketë as nga Izraeli këtu, as nga Palestina, as nga Afganistani, as nga Egjipti, as nga Turqia. E kam fjalën për turqit. Nuk e kam fjalën për shqiptarët, që janë 30 e ca milion. Ata do vinë këtu. E jeni të qetë bashkëdhetar shqiptar. Dofta u zgjata. Unë e di që ju kërkoni shumë. Rini të qetë, do ketë qeveri teknike, keni kujdes, kushdo që u vjen, mos pranoni asgjë që të jeni në votime. Sepse si dy partit dhe satelitë e tyre janë bashkë. Janë bashkë. Pra, financojnë nga të tjerët. E njëherë, natë e mirë të dashur shqiptar, gjumë në emël, pra do jeni të lirë, me një Shqipëri, me kufin natyror. Natë e mirë.